Kryesor që një musliman duhet që ta pranon dhe është e vetmja e cila pas Kur'anit të Allahu xhalla xhelaluhu si burim i legjislacionit islam që ndron sunneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu xhalla xhelaluhu vëllezër kështu na porosit dhe na tregon se çdo musliman pas librit të Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu dhul xhelal në librin e tij të cilën e zbriti si udhërrëfyes mëshirë dhe udhëzim për mbar njerëzimin, kështu Allahu xhalla xhelaluhu na lajmëron se dhe sunneti i të dërguarit të tij me fjalët e tij i ruajtur fort në librat të cilat i sollën dietarët e mëdhenj, që e ruajtën veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me transmetime të vërteta, që është obligim për çdo musliman që ai kur ta ndëgjon thirrjen e të dërguarit të Allahut xhalla xhelaluhu që ai të i shpejt përgjigjet asaj në çdo çështje të tij. Dhe padyshim se tash nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po la komplet jetën e tij të cilën e kemi na parë. Edhe kemi librin e Allahut xhalla xhelaluhu me të cilën gjykohemi me të dhe udhërrofehemi me të, dhe kur na thërret i dërguari i Allahut na shpejt përgjigjemi në të. Por ndryshe për ata të cilët pretendojnë dhe mohojnë sipas logjikës së tyre, ata të cilët nuk i shohin si argumente të tyre dhe pastaj pretendojnë dhe thonë se na jemi ata të cilët vetëm Kur'anin e Allahut xhalla xhelaluhu e kemi pranë, këta e besojmë, kurse në hadithe të cilët kanë ardhur sunet pejgamberit Allahut, po që nuk e pranon logjika jonë nuk besojmë. Na kemi Kur'anin mjafton dhe janë shumë të mangët në kuptim dhe në logjik dhe në recitim edhe në kuptim të Kur'anit që e lexojnë vetëm me përkthim dhe pastaj pretendojnë se ata kuptojnë dhe se islamin tonë don të na riparojnë dhe ta përmirësojnë këtë dinë dhe këtë fe që Allahu xhalla xhelaluhu e ka ruajtur, dhe kështu Allahu xhalla xhelaluhu e ka porositur, dhe Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na ka urdhëruar për shpejt përgjigjen e besimtarëve që kur të thirren në thirrjen e Allahut dhe të dërguarit të tij që ata të përgjigjen. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër na tërheq vërejtjen për një grup shumë të rrezikshëm, të cilët do të vinë pas. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Daraqutni dhe Imam Ahmedi nga Miqdam ibn Ma'di Karab. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqul: Alaykum bi kitabillah fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është afruar një kohë që të vjen ndonjëri prej jush një njeri i ngim me barkin e ngim të tij dhe në koltukin e tij i mbështetur dhe duke thonë: "Kapni për Kur'anin e Allahut, vetëm Kur'anin e kemi. Çka të gjenin të halal e bëjmë halal, edhe çka të gjenin të haram e bëjmë haram." Dhe na mjafton ky Kur'an. Në tekstin të Imam Ahmedi, o vëllezër, erdhë kështu. Me tekstin të Imam Ahmedi erdhë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Khajberit, në betejën e Khajberit, i bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haram disa çështje, të ndaluara disa çështje në këtë ditë. Dhe ato nuk i gjejmë në Kur'an, por ato mendjelehtit të cilët pretendojnë se gjejmë çdo send në Kur'an, se Kur'anin Allahu xhallahu xhallahu ka sellur të përgjithshëm në dispozita të shumta dhe për disa çështje të veçanta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sjellur Allahu xhallahu xhallahu ashtu që të jetë si burimi kryesor pas Kur'anit të Allahu xhallahu xhallahu, udhërrëfyesi më i mirë, shpjeguesi më i mirë që na i shpjegon çështjet dhe dispozitat dhe kuptimet e ajeteve të Allahut xhallahu xhallahu. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë të i bën haram disa çështje, në ditën e Khajberit, të cilët janë disa harame që u bën në këtë betejë, në këtë ditë, që nuk i gjejmë ato në Kur'an. Dhe pastaj i lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë lloj njerëz të cilët do të vinë pas dhe tha: "Ala yushiku rajulun minkum
yukadhibuni wa huwa muttaki'un ala arikatihi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është afër që të vjen ndonjëri prej jush, edhe ai duke qenë i mbështetur në kultukun e tij. Asnjë ditë nuk i ka harxhuar në dituri e të ulet pra ndonjë hoxhe prej dikuja që të harxhon jetën e tij për ato dietar të cilët e rujtën këtë dinë me transmetimet e pastra që mësuan dhe e rujtën dhe patën dertin e fesë Allahut xhelle xhelaluhu. Por njëri i cili ka ngi barkun e tij, i mbështetur në kultuket e tij, edhe pastaj polemizon dhe hap debate të tilla se ky Kur'anin e kupton. E të tjerët çka kanë në hadithe dhe në tekste si pranojmë se kemi Kur'anin. E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen një njeri i tillë, tha që të më përgënjeshtron mua, i mbështetur në kultuket e tij dhe të thot, ta bën hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ta mohon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të thot pastaj, bainana wa bainakum kitabullah, në mes nesh dhe jush e kemi librin e Allah. Fama wajadna fihi min halalin istahlalna. Çka gjejmë këtu halal e bojmë halal. Çka gjejmë këtu haram e bojmë haram, kështu na mjafton. E hidhrohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj dhe vazhdon këtë hadith dhe tha, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Tha dhe ta dini, tha dietarët kur e përsërit pejgamberi që të fjalën në gjuhën arabe, kjo vjen o vëllezër për poshtrim edhe për vërtetësi të largimit të dyshimit ala yushik, ala wa inna kështu, ala wa inna kështu, kur vjen që kjo fjalë vjen për sigurimin që pejgamberi sallallahu pasi që i bëni haram disa çështje, porositi pastaj në fund dhe tha, ta dini mirë dhe binshëm se ato të cilën e ka bë haram i dërguari i Allahut është njëjtë sikur që e ka bë haram Allahu xhelle xhelalu. Dispozitat e sunetit dhe të ndaluara dhe të urdhëruara të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë njëjtë sikur që Allahu xhelle xhelaluhu i ka lejuar apo i ka ndaluar. Haramin që e ka bë haram i dërguari i Allahut në shariatin e Allahu xhelle xhelaluhu është njëjtë sikur që Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë haram. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër na jep këtë përkujdesi dhe këtë vërejtje që të kemi kujdes për grupe të tilla të cilët do të dalin që nuk kanë as pak dertin, por do të shkojnë dhe do të mohojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk do të i pranojnë për shkak se logjika jo nuk i pranon, edhe pastaj thonë se e kemi vetëm Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Pse kështu o vëllezër? Për arsye se nëse ta hekin burimin e dytë, në të cilën qëndron shariati i Allahut xhelle xhelaluhu dhe Islami dhe dini me to. Nëse heket kjo dhe nëse kjo menjanohet dhe heket prestigji i saj në zemrat e muslimanëve, pastaj shumë lehtë të futën dyshim Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu. Se në librin e Allahut xhelle xhelaluhu ka plot ajete të cilët janë të qartësuara dhe janë të shkuqitura mirë po ka ajete të cilët ka në to dhe me thonë të cilët nuk janë shumë të sqaruara, edhe pastaj ato të cilët kanë zemrat të shtrembuara të i marrin ato dhe të fusin dyshime. Allahu xhelle xhelaluhu tha në Kur'an, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, tha na jemi ata të cilët ta zbritëm librin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku në to ka ajete të sqaruara, të qartësuara mirë. Hunna ummul kitab, ata janë nona e librit, wa ukharu mutashabiha, dhe tjera të cilët janë të dyshuara me dyshim. Tha fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, të cilën përngjasojnë nuk janë shumë të sqaruara, se ju përket atyre që kanë zemra të shtrembuara, shkojnë dhe marrin dhe pasojnë këto dyshimet, edhe pastaj futin dyshime për shkak fitneve të tyre të cilat dëshirojnë që të i përhapin të njerëzit. Allahu xhelle xhelaluhu i vlerësoi me vlerë të madhe me pozit për ata të cilët janë zotët e diturisë, që harxhuan jetën e tyre për dituri. Dhe tha warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Tha Allahu xhelle xhelaluhu sa i përket atyre të cilët janë zotët e diturisë, ato të thelluarit në dituri. Tha ata thojnë kemi besuar e gjitha e tëra është nga Zoti jon. Të gjitha e besojnë. Dhe nuk i kupton këto vetëm se ata të cilët janë zotët e mendjes. Dhe kështu pra vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu ajetet e tij na i shpjegon
Dhe pejgamberi sallam vorrejtjen na tërheqi që mos të besojmë, e veçanërisht ku ka prej muslimanëve të cilët nuk janë shumë të kalitur në fenë e tyre dhe pastaj i fusin dyshime që të i hekin nga besimi i burimit të dytë i cili është në islam, e ajo është hadithi dhe suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është me të vërtetë vëllezër. Për ata të cilët nuk kanë diturit, që i pasojnë këto pika dhe këto pjesë dhe pastaj i largohen dhe vjen njëri i cili lexon në vetëm në përkthim, edhe nuk e din asnjë ajet të ta lexon përmendesh ashtu sikur që është me meritat e leximit të Kuranit të Allahut, edhe pastaj të bjen dhe të tregon se në libër, në Kur'an çka gjejmë. Dhe sjellin dyshime dhe i mohojnë hadithet të cilët janë të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kurse dietarët të cilët Allahu tha, "Warasikhuna fil ilm", ata të cilët janë të thelluar në dituri, dhan jetën e tyre për dituri, për të buar dituri dhe për të na siguruar neve që na vetëm i çelim librat, elhamdulillah. E gjejmë të ruajtur me transmetime, me zinxhira, me fjalë, me shpjegime të gjitha. Derisa me gjithë këtë dituri, o vëllezër, njëri si Ebu Hanifi rahimullah, me dituri të shumë, asnjëherë nuk bën guximin që të i jep përparësi logjikës vet, edhe ai të del para haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por porositi edhe tha se nëse vjen hadithi vërtet është mezhebi jam. Mendim unë të dal para haditheve të pejgamberit sallallahu para sunetit, asesi, asnjëherë. Për atë tha Molla Ali el-Qari, sa ishte Ebu Hanifi rahimullah që i jepte përparësi. Edhe hadithi i dobët, nëse ka qenë një hadith i dobët dikundi, tha nuk i jepte logjikës vet përparësi dhe mendjes tij, fjalës tij, por derisa kishte dikund hadith dhe gjende një hadith dikundi, i jepte asaj më shumë përparësi se fjalës vet. Dietarët të cilët ishin të pajisur me dituri. Imam Shafiu rahimullah një ashtu, ishte ai i cili tha: "Ayu ardin taqiluni in rawaitu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan fa qultu ghayrahu." Cila tokë do të mos trehonte mua nëse une do ta transmetojsh në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe do të folsh në kundër atij ose jashtë atij. Do të thosh në një fjalë jashtë hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është. Do ta bish në një mendim timin, edhe pse ka hadith, po mendimi i jem është kështu. Te këto dietarë të shquar të mëdhenj, që rujtën këtë din dhe këtë fej dhe kënë të sinqerë shumë, këto patën këtë drovë vëllezër që mos të dalën para fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjëherë. Një ashtu Imam Maliku rahimullah tha, sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha është si anija e Nuhit alayhi salam, i cili kush futet, kush hyp në ta, tha shpëton, edhe kush nuk futet në ta dhe kush zmbrapset, ai është shkatruar dhe ka humbur. Nëse i lën dhe ja na shkalon, të dish se ke humbur jetën tënde. Dhe një është Imam Ahmedi rahimullah tha, kushdo që refuzon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ala shafa halaka. Kushdo që muhan hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është në pragun e shkatërimit të tij. Tha Imam Shatibi rahimullah, al-iqtisaru ala kitabillah fa huwa qawlun aw ra'yun la khalaqa lahum, ra'yu qawmin la khalaqa lahum. Të përkufizuar ai vetëm libër të Allahu xhelal se na e marrmi vesh dhe çka gjejmë këtu dhe kuptojmë, tha është fjala apo është mendimi i atyre njerëzve dhe atij populli të cilët nuk ka asnjë mirësinë to. Por ato vëllezër, për kujdesia e madhe që e sollën të gjithë këto dietar, derisa një herët, edhe kështu ishte ky kujdes që nuk guxuan apo nuk patën mundësi që të shpiken kësi koka dhe kësi logjika të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni çka na transmeton Ibn Battan librën e tij Al-Ibana nga hadith e Ibn Nadras, tha një herët ishmi disa dietar të cilët u patëm mbledhën kohën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në prezencën e një sahabiu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shquar dhe të ndershëm, Imran ibn Husaini radiallahu anhu. Dhe tha u të buam edhe përsërishmi diturin tonë, edhe përsërishmi hadithet, derisa një njeri që kem prezent tha, la tu hadithu illa bima fi kitabillah.
E ja bën mos folni veç se çka ka në libër të Allahu xhel xhelaluhu, jo jashtë këto hadithe të cilet ju i transmetoni dhe na i tregoni, na nuk e dim, se dim se kemi pa, e përderisa ti nuk ka arrit, por shkak se duke nejt në kultuke dhe me barkun e fryt, asnjëherë nuk arrin që të i shohësh as erët e haditheve, ndonjëherë t'jau nuhatish atyre. Në libra të cilët gjenden të vërteta. E për atë ky njeri tha, a bën mos me fol, vetëm se çka ka në libër të Allahu xhel xhelaluhu. I drejtohet sahabiju i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Imran ibn Husaini duke i thonë innaka la ahmaq. Tha ti me të vërtet që ke një njeri ahmaq, një i marr, një koktrash. Tha au ku e gjen? Aynama tajid fi al-Qur'ani adh-dhuhru 4 rakat. Tha bën më tregu ku e gjen në Kur'an se dreka i ka 4 rekat. Ku e gjen në Kur'an se ikindia i ka 4 rekat me numër të caktuar? Dhe ku e gjen për ushqillimi për farzët? Ku e gjen se akşami i ka 3 rekat dhe se sabahu 2 rekat? Dhe ku e gjen në Kur'an se kjo falet me zo dhe kjo pa zo e kështu me radhë dhe format e të tilla? O vëllezër, ky është namazi për të cilën me burimin e dy që Allahu xhel xhelaluhu ja dha këtë leje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ta përcjell dhe është shpjeguesi më i mirë, mësuesi më i mirë, udhërofyesi më i mirë, që ai na ka mësuar o vëllezër neve si musliman dhe na ato e besoj. Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ai i cili gjithherë që nëse kanosej një rrezik te njerëzimi, te njerëzit, te shokët e tij, te muslimanët, dhe mbon njerëzimi ai i paralajmëronte për këtë rrezik. Dhe ja u tërheqte vërejtjen. Dhe nëse kishte ndonjë dobi, pejgamberi sa gjithherë lajmëronte për to dhe nxitte për to. Për të mirat gjithherë urdhënonte. Dhe për të këqijat gjithherë ndalonte. A kurse vim me grupacione të mëdha, me ato të cilët nuk kanë logjik, edhe ato të cilët mundohen që të futin dyshime, e veçanërisht të vëllezër në librat e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është kështu. Secili musliman këto e din, edhe që ta ketë të qartë, se normal që pas librit të Allahu xhel xhelaluhu, përse këto të cilët mbahen vetëm me këtë cilësi, që lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tërheq vërejtjen, dëshirojnë që të futin dyshime dhe merren direkt me librat më të sakta të hadithit të Imam Buhariut dhe të Muslimit. Pse polemizojnë? Pse hapin debatet për të mohuar librin e Imam Buhariut dhe Muslimit? Pse jo të Tirmidhiut, pse jo të Ibn Majah, të Abu Davudit, të tjerat libra kështu me radhë? Pse të Buhariu dhe Muslimi? Menimi e 500 vite, muslimanët që besuan t'ja futim dyshimin dhe t'ja hekim atyre këtë besimin dhe këtë nder të madh që cilën e kanë. Dhe ta hekin atë prestigjin, atë hejben që është në zemrat e muslimanëve si libri i hadithit. Librat për të cilët, nëse e hekim tham këto, për arsye se këto është libra, por këto janë dy librat të cilët të gjithë dietarët e umetit që i cekën me dije të lartë, që i ka lavdruar Allahu xhel xhelalu, të gjithë të umetit janë të bashkuar se librat më të sakta, të cilët janë pas Kur'anit të Allahu xhel xhelalu, pra është libri i Imam Buhariut që i mlodhi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pastaj kush dhe libri i Imam Muslimit, që janë hadithet më të sakta, të cilët i transmetoi to, cilët kanë ardhur me transmetime shumë të qarta dhe të pastra dhe të vërteta në këto libra. Nëse këtu ta hek dyshimin dhe ti hek këto hadithe, pastaj shumë lehtë të fut dyshime në Kur'anin e Allahut xhel xhelalu. Për arsye se e din të gjithë se muslimanët në Kur'an nuk mundin të ju fusin dyshim. Dhe nuk mundin t'ja u hekin Kur'anin, se dëshirën e flakët e kanë që musliman t'ja u hekin Kur'anin e Allahut nga zemrat e tyre dhe nga besimi i tyre. Po direkt nuk mundet, hajde të fusin dyshim të hadithet të cilat ato kanë bindje të gjithë muslimanët. Dhe i besojnë vepra dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i përgjigjen thirrjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ai thret. E çka të bëjmë të futim të dyshime? Dhe pastaj për një hadith për të cilën ndoshta shumë hadithe shkon e gjen një hadith që një musliman i cili s'është shumë i kalitur në Islam, ai pastaj me logjikën e tij i duket absurde ajo. Dhe pastaj nuk e beson një çështje të tillë për shkak se nuk ka mundësi që ta kupton me kapacitetin e tij të cilën është. Dhe ja bjen një dyshim me një herë, çka thu për filan hadithin. Ky
Ky që nuk e kanë dëgjuar më njëherë thot, ja, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi kjo ti të hadith se logjika se pranon. Ja pranë Kur'an. Filan hadithin Buhari dhe në Muslim. Kemi hadith kështu që urdhënon, çka thu për një hadith që pejgamberi selam ka urdhënu që të mbyten zhapinat. Dhe ti çka thu më njëherë, çish mundet kjo me qenë hadith? Çish mund me kon fjalë pejgamberi zhapinit, lloj i hardhucave, të cilën gjithë e njohin në shkallën zhapinat apo. Edhe duke u tallur me hadithet e pejgamberit selam, duke thonë se kush ke me pa në kohën e Ibrahimit a.s. që pejgamberi s.a.s. u vëllezër, kur urdhënon diçka, kur porosit diçka që është ajo e dëmshme te njerëzimi, e ka tërhequr vërejtjen dhe ka tregu shkakun, sikur që transmetohet pra, hadithi është për qëllim të Imam Buhariu nga Ummi Shureik, e cila tha se pejgamberi s.a.s. ka urdhëruar për mbytjen e zhapinave. Pse? Se tha kene yanfukhu ala Ibrahim a.s. Tha ishte i vetmi insekt apo vetme gjallëse e cila pa të fry zjarrit të Ibrahimit a.s. E pastaj tallen me hadithin e pejgamberit s.a.s. Pse? Kush ke me po se te Ibrahim a.s. te zjarri pas ka fry ky pika i gjejmë në këto hadithe. Kush ke me po, ku ke ky, mas 300 viteve që të vjen atje të na tregon hadithet e vërteta. Fjale pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkak që e tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se përse mbytet, pse u shkaku që urdhnoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbytet zhapini, për arsye se tha ishte një ndër të gjithë gjallësat i vetmi që fryri te zjarmi i Ibrahimit alayhis salam. Dhe Imam Buhari dhe Muslimi ashtu, nga Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bën hadithin e pejgamberit që tha amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-wazaq. Ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbyten zhapinat. Kur janë të dëmshëm dhe tha samahu fuwaisiqan. I quajti ato fasika të vëgjël. Fasika është fasikush njeri i prishtë. Dhe një ashtu transmeton Ibn Majah hadithin e Aishës radhiyallahu anha, një herë Aisha radhiyallahu anha kur ishte në dhomën e saj e mbante një shkop të shtizave të shigjetave. Dhe futet te ta një grua dhe kur e pa kit shkopin te Aisha radhiyallahu anha dhe i tha o nona muslimanëve, për çka të duhet kjo? Tha këto e mbajmë për të shërbyer, për të mbytur zhapinat. Në dhomë, nëse futen të dëmshme kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëroi. Edhe pastaj i tha na ka urdhënuar pejgamberi që të mbysim këto, tha për arsye se na ka lajmëruar pejgamberi dhe ka thonë se kur është hudhur Ibrahimi alayhis salam në zjarr, tha të gjithë kafshët, të gjithë gjallësat, tha janë munduar që ta fikin zjarmin e Ibrahimit alayhis salam, por vetëm zhapini i cili tha i frynte zjarmit më shumë. E atëherë ku është këtu mos pranimi logjikës? Ku është këtë hadith? I ka qujtur pejgamberi jo vetëm këto, po ka tërhequr vërejtjen e pejgamberit edhe të disa çështje të cilat janë si insekte, nëse janë të dëmshme, ka tërhequr vërejtjen dhe i ka qujtur fasikan një prej tyre është edhe miu, që e quajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fasik. Edhe janë 4 lloje të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhënoi që ato të mbyten se janë të dëmshme kur i bëjnë dëm njeriu. Edhe ishte shumë i përkujdesshëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të lajmëron për dëmet të cilat i dëmtojnë njerëzit dhe i dëmtojnë muslimanët. Edhe për të mira që të i lajmëron. E ku është kundërshtimi? Sigur që erdh pejgamberi sallallahu kur të urdhënon diçka, kur të lajmëron diçka, me të vërtetë se në to është jetëmirësia dhe është gjallërimi dhe në to është realizimi i jetës tonë të mirë, o vëllezër. Se pejgamberi sallallahu një ashtu pra hadithi që transmeton Imam Buhariu nga Xhabir ibn Abdullah, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atfi'u masabihakum 'inda ar-riqad. Fikni llambat e juaja kur të bini me flet. Pse llambat? Për arsye se llambat në atë kohë ju e dini shumë mirë, pleqt të cilët janë më të vjetër e dinë shumë mirë se me llambat kanë pas ato fitile të cilët i kanë dhënë. E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fa innal fuwaisiqa. Për miun, tha mund të vijnë këto fasikat e vëgjël, rubbama akhadhat al-fatila fa ahraqat ahl al-bayt. Tha ndoshta ta merr fitilin e saj dhe pastaj ta ndes komplet atë familje apo njerëzit e asaj shtëpie. Pse kështu pra lajmëron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ku është këtu kundërshtimi? Apo mos
pajtimi i pranimit të logjikës për ata të cilët nuk kanë logjikë që të i kuptojnë. Pejgamberi selam një ashtu, hadithin që transmeton Abu Davudi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pra hadithit e Abu Davudi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu tha pejgamberi selam ishte një ditë i ulur me një sejadet të tij. Tha vjen një mi që kishte marrur një fitil dhe ai e ngrente ato xhvarr dhe kur erdhte pejgamberi selam e lshoi ato fitilin e dhezur. Dhe kur e lshoi aty pranë pejgamberit selam tha e dogji atë sejadën ku ishte ulur pejgamberi selam tha sa vendi i një dirhemi. Dhe pastaj porositi pejgamberi selam dhe tha idha nimtum fa atfi'u surujakum. Kur të flejni fikni dritat e juaja, llambat e juaja. Fa inna ash-shaytana yadullu mithla hadhihi ala hadha fatuhriqakum. Se shejtani ta i tregon apo ta shtyn si shembulli i kësaj që ky ta merr këtë çështje dhe pastaj t'ju djeg juve. Kjo është mësimi pejgamberit selam në hadith. Për kujdesi, një ashtu Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu vëllezër tregon se një herë u patë ndezur dhe u patë ndjegur një shtëpi në Medinë. Dhe kur i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi an-nar." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta dini se me të vërtet ky zjarr është armiku i juaj. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të flini, fikni zjarmin dhe llampat e juaja që mos t'ju djeg ajo. Porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe gjithherë ka qenë për jetë mirësi. Dhe thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithherë për jetë mirësinë tonë. E ku janë ato të cilët futin dyshime në hadithe dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se logjika jonë nuk i kupton dhe se ka urdhëruar kështu dhe se ka bëu ashtu dhe na të kthejmë vetëm në Kur'an, pastaj ajetet e Allahu xhalla xhelaluhu nuk i kupton, as që i din ata është më radh an ajete Allahu xhalla xhelaluhu në këtë Kur'an. Ne ka porositur Allahu xhalla xhelaluhu dhe ne ka thonë: "O ju që keni besuar, kur t'ju thirr Allahu dhe i dërguari i tij, shpejt përgjigjuni në ta." Në thirrjen e të dërguarit të Allahut, kur ju thërrasin një jetë mirësi, kur ata ja u realizojnë jetë mirësinë e juaj, edhe se një musliman, një besimtar, është ai i cili dorëzohet komplet, dhe ai bindet thirrjes Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam komplet, dhe se nëse nuk është në gjendje të tillë që të i përgjigjet, pastaj vjen dënimi, e cila e pason me dënime apo me ndëshkime dhe me pasoja të rënda, për arsye se nuk ke nga ata të cilët i përgjigjesh thirrjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi Allahut ja tërheq vërejtën që mos t'i lajm llampat dhez, për arsye se një fasik i vogël një mi mundet që të ta dhez komplet shtëpinë. E kjo a është jetë mirësi? Një ashtu transmeton një hadith që e transmeton Imam Muslimi nga Selamet ibn al-Akwa, dhe me këto e kryjm inshallah. Një herë tha ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke hëngur dhe një njeri duke ngrënë ushqim te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha hante me dorën e majt. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tham gjithherë është ai i cili mësuesi i njerëzimit, mëson dhe urdhënon për atë që është më e mirë. Dhe është shëmbëltyre e gjithë njerëzimit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e urdhënon këtë njeri që hante me dorën e majt të tij. Tha kul bi yaminik, ha me të djathën tënde. Ky më njëherë tha la astatiya. Nuk kam mundësi të ha se unë kështu kam mësuar me dorën e majt, s'kam mundësi. Dhe kjo për fat keq një shumicë jona kur hajnë me dorën e majt, pinë me dorën e majt që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të hash pra është obligim më e mirë dhe sevap me dorën e djathtë, dhe ti të hash me dorën e djathtë dhe të pish me dorën e djathtë. Kur e pa duke ngrënë me dorën e majt, e ndalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as ka mundësi. Pejgamberi Allahu të urdhënon, edhe ti thush s'ka mundësi. E atë epshin dhe dëshirën tonë pastaj ta qesh në logjikën tonë, edhe ti pastaj të balancojsh ato me dëshirën tonë, po kjo s'mund me kon hadith atëherë. Ma mirë them Kur'an. Për atë ky që nuk ju përgjigj vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i tha që ha me të djathtën tonë, tha la astati. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha lastata. Atëherë mas pash mundësi asnjëherë, tha pasha Allahu nuk pati ky më mundësi, çat dorë ta ngrente dora e tij asnjëherë. Nëse nuk i përgjigjesh thirrjes Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të thret në jetë mirësi dhe të urdhënon nga mendje madhësia nuk përgjigjesh,
atëherë vjen pasoja edhe dënimi që të i paralizohet dora dhe mos përgjigjesh. Pra mos përgjigje, o vëllezër, ka shumë pasoja, po përgjigja dhe shpejt përgjigja, bindja dhe dorëzimi janë ata të cilët të japin garancionin dhe shpëtimin, dhe kushdo që i përgjigjet thirrës Allah dhe të dërguarit të tij, kur ata thrasin në jetëmirësinë tonë, atëherë e kemi pra të realizuar jetëmirësinë tonë dhe jetën e zemrave tona dhe shpirtave tonë, edhe kemi shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe jemi nga fëtimtarët në këtë botë dhe në botën tjetër. Vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet, që bëhet sabër dhe dorim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.